Valbona Milli ishte sot e ftuar në emisionin Në shtëpinë tonë, në Top Channel, ku ka folur rreth të rejave në jetën e saj. Mes të tjerave, ajo u ndal të disa deklarata të bëra nga Lart Vasili një ditë më parë në Shqipëria Live. Gazetarja tha se nuk e ka kuptuar intervistën e ish finalistit dhe sipas saj, deklaratat e tij i kanë lënë shumë për të dëshiruar. Nuk është ai Larti që kam njohur brenda në shtëpi, që nga nisja e bisedës që dëgjova më ka shkënjur shumë, sepse ne kemi vlerësuar disa cilësi ose unë kam vlerësuar disa cilësi të Lartit që edhe pas daljes sime i kam veçuar cilësitë e Lartit me marrëdhënien tonë që u krijua brenda në shtëpi. I kam duar trokitur. Më la shumë për të dëshiruar dje e gjithë intervista që unë pash nga Larti. Bëri disa deklarata që realisht më lanë shumë për të dëshiruar, si për shembull disa ofendime që më janë bërë do i çojnë në ndjekje penale, diçka e tillë. Tani në shtëpi janë thënë shumë gjëra, janë sulmuar shumë personazhe, ashtu siç Lartin e kanë sulmuar dhe ashtu siç Larti ka sulmuar nga ana tjetër, kurse për pjesën nuk kam kohë për të falur, nuk e kuptova se për çfarë e kishte fjalën. Marrëdhënia jonë u shkëput, u kris në momentin kur ai bëri zgjedhjen e tij. Me siguri ka thënë nuk fal dot veten se nuk është se ka diçka tjetër për të falur. Ndërsa e pyetur nëse kanë patur kontakt pasi keni dal nga BBV, ajo tha, unë e kuptoj Lartin kur del e bën këto deklarata. Unë kam 2 javë e gjysmë, po bëj 3 javë që kam dal nga shtëpia dhe ai ka dëgjuar të gjitha intervistat, e ka kuptuar që në hyrjen e dasmës që unë nuk kisha kontakt me të. Nuk e kam falur asnjëherë Lartin dhe nuk e kam ndërmend ta fal Lart Vasilin. Ish banorja e BBV4 ka zbuluar nëse ka folur me Jozin tani që reality show ka përfunduar dhe pas incidentit të paprecedent që ndodhi mes tij dhe Gjestit. Valbona kjo është, rrezikon për miqtë e saj deri në pikën e fundit. Absolutisht nuk pendohem për asnjë gjë që kam bërë në shtëpinë e Big Brother, ajo është një përgjegjësi personale e Jozit, diçka që unë kam reaguar dhe e kam dënuar. Unë di që Jozi është mirë, gëzon shëndet të mirë, por nuk është se ne kemi patur ndonjë kontakt.